Bazeli, qyteti helvetik ku historia dhe moderniteti jetojnë bashkë. Në zemër të Evropës, aty ku takohen Zvicra, Gjermania dhe Franca, shtrihet një qytet që nuk bën shurmë, por lëgjën të thella të kushdo që viziton. Ky është Bazeli, një qytet helvetik që kombinon elegancën zvicrane me shpirtin artistik dhe thellësinë historike dhe energjinë e inovacionit modern. Bazeli nuk është vetëm një qytet, është një pikë takimi kulturash, një urë midis së kaluarës dhe së ardhmes, një vend ku mesje dhe teknologji e avancuar bashkëjetojnë në harmoni. Një qytet i lindur nga lumi, gjithçka në Bazel duket se fillon me lumin rine. Ky lum i fuqishëm, një nga më të rëndësishmit në Evropë, kalon përmes qytetit dhe ndan atë në dy pjesë, Gross Bazel, Bazeli i Madh dhe Plain Bazel, Bazeli i Vogël. Që nga kohët romake, lumi ishte arteria kryesore e jetës ekonomike dhe shoqërore. Anijet tregtare sillnin mallra, ide dhe njerëz. Pikërisht këtu u krijua një qytet që do të bëhej një nga qendrat më të rëndësishme kulturore të Evropës qendrore. Sot banorët e Bazelit nuk e shohin lumin vetëm si peizazh. Njëherë njerëzit notojnë në të duke kthyer qytetin në një skenë të gjallë urbane. Rinë nuk është kufi, është lidhje. Rënjët historike, nga romakët të rilindja. Historia e Bazelit shkon mbi 2000 vjet pas romakët ndërtuan këtu një vendbanim strategjik fal pozitës gjeografike. Me vonë në mesje, qyteti u kthye në një qendër të rëndësishme fetare dhe intelektuale. Simboli më i fortë i kësaj periudhe është katedralja e Bazelit, e ndërtuar me gur të kuq ranor, me dy kulla që ngrihen mbi qytet. Ajo dominon horizontin, nga uvori i saj hapet një pamje mahnitëse, birine dhe qatit e vjetra të qytetit. Shekullin 15, Bazeli u bë qendër e humanizmit evropian. Këtu u themelua Universiteti i Bazelit në vitin 1460, një nga universitetet më të vjetra në Evropë. Student, filozof dhe shkencëtar nga e gjithë Evropa vinin këtu për të studiuar, duke bërë qytetin një vatër të mendimit të lirë, qyteti i librave dhe mendjes. Bazeli luajti një rol të madh dhe në historinë e shtypshkrimit. Pas shpikjes së Gutenbergut, qyteti u bë një qendër e rëndësishme botuese, librat, idetë dhe filozofia qarkullonin me shpejtësi. Figurat e mëdha si Erasmus i Rotterdamit jetuan dhe punuan në Bazel. Ai zgjodhi këtë qytet për shkak të klimës intelektuale dhe lirisë së mendimit. Kjo traditë e respektit për dijen vazhdon edhe sot. Kryqëzimi i artit në Zvicër. Zvicra ka një kryqëzim të artit. Shumë do të thoshin se është Bazeli. Qyteti ka një densitet të jashtëzakonshëm muzeumesh për numrin e banorëve. Kunstmuseum Basel, një nga muzeet më të vjetër publik të artit në botë, ban vepra nga mjeshtrat të mëdhenj si Holbein, Van Gogh, Picasso dhe shumë artistë modern. Por arti në Bazel nuk qëndron vetëm brenda mureve të muzeut. Çdo vit qyteti bëhet epiqendra botërore e artit bashkëkohor me Art Basel, një nga panajirit më të rëndësishëm të artit në botë. Galeri, koleksionistë dhe artistë nga çdo kontinent mblidhen këtu, duke kthyer qytetin në një galeri të hapur. Muret e qytetit sheshet dhe ndërtesa moderne. Shpesh përfshin instalacione arti në Bazel. Arti është pjesë e jetës së përditshme. Arkitektura një dialog mes epokash. Një shëtitje në Bazel është si të kalosh nga një epokë në tjetrën brenda pak minutash. Lëvizjet mesjetare të qytetit të vjetër dhe kaldrëm dhe shtëpi me fasadet e pikturuara bashkëjetojnë me ndërtesa ultramoderne prej xhami dhe qeliku. Arkitekt me famë botërore kanë lënë gjurmë këtu. Ndërtesa inovative, muze moderne dhe komplekse zyrash krijohen një panoramë urbane ku e vjetra dhe e reja nuk përplasen
por flasim me njëra tjetrën. Qendra shkencës dhe inovacionit, Baseli nuk është vetëm qytet arti dhe historie. Ai është edhe një nga qendrat më të mëdha të industrisë farmaceutike dhe bioteknologjike në botë. Kompani globale kanë selit e tyre këtu. Kjo bën qytetin një magnet për shkencëtarët, studiues dhe profesionistë nga gjithë bota. Këtu për krah kishave mesjetare, muzeve të artit, gjen laborator modern, ku zhvillohen ilaçe që ndikojnë në jetën e miliona njerëzve. Jeta e përditshme e qetë, por plot jetë, pavarësisht rollit ndërkombëtar. Baseli ruan një atmosferë të qetë dhe njerëzore. Transporti publik funksionon në mënyrë perfekte. Biçikletat janë kudo. Kafenet, buz rrugëve janë plot me njerëz që lexojnë, diskutojnë, shijojnë ritmin e ngadalt. Qyteti është shumë gjuhësh. Dëgjon gjermanisht, frëngjisht, anglisht dhe shumë gjuhë të tjera. Kjo shëndojshmëri i e Baselit një karakter të hapur dhe kozmopolit.